14 gjimnaze dhe 23 projekte të rinjve u prezantuan në Festivalin e Shkencës që u mbajt në Shkodër nga zyra vendore e arsimit. Kreativiteti, mendimi kritik dhe aftësitë kërkimore të nxënësve të shkollave të mesme erdhën të prezantuara përmes projekteve inovative në shkencë, teknologji dhe matematikë. Një pjesë e tyre janë frymëzuar nga jeta e përditshme dhe problemet që konstatojnë në qytetin e Shkodrës për t'i sjellë përmes këtyre projekteve me zgjidhjet përkatëse, siç është rasti Smart City nga shkolla Adem Haxhia në Posrib, ndikimi përmbytjeve në anë të malit nga shkolla Idris Hoxha apo sistemi paralajmërues për përmbytjet në qytet nga Gjimnazi Jordan Misja. Është një model i një qyteti inteligjent i ndërtuar me platformën Arduino dhe i pasur me 8 sensor të ndryshëm që reagojnë automatikisht ndaj kushteve të mjedisit. Qëllimi për të prezantuar këtë projekt është se si të mësojmë që teknologjia mund të na ndihmojë në zgjidhjen e problemeve reale në qytetet moderne. Ne kemi të përfshirë 8 probleme që zakonisht i kemi analizuar në qytetin e Shkodrës kryesisht. Ato 8 probleme i kemi shndruar në 8 zgjidhje në maketin tonë që mendojmë që në të ardhmen mund të jenë zgjidhje që ne mund t'i prekim realisht në qytetin e Shkodrës. Zgjidhja më inovative edhe më e re që zona jo nuk e ka pas më përpara është krijimi një prototipi, një sinjalizimi që monitoron rritjen e nivelit të ujit. Ne sugjerojmë që ky sensor të vendoset afër shtëpive që janë më të rrezikuara për përmbytjen dhe sa ngrihet niveli i ujit, atëherë ai do të sinjalizojë me anë të dritës dhe sinjalizim zanor. Gjithashtu kemi edhe disa zgjidhje tjera që janë të thjeshta, por besoj që janë efektive. Mund t'i shihni edhe në maketin që ne kemi përgatitur. Janë mbjellja në brazda të ngritura dhe në këtë mënyrë bimet do i rezistojnë lagështirës. Gjithashtu edhe thellimi i shpimeve, sepse banorët e fshatit Ubot, i cili është edhe fshati më i afërt me lumin Buna, përdorin shpimet për konsum të përditshëm. Dhe në bazë disa analizave laboratorike që ne kemi bërë, kemi marrë në fakt 3 mostra uji në 3 shpime. Pra, 2 shpime ishin shumë të cekta dhe njëri shpim ishte shumë më i thellë. Te shpimi i thellë uji ka dalë brenda normave të sigurta dhe ne sugjerojmë që të gjitha shpimet të thellohen. Kena pa që në qytetin e Shkodrës ka përmbytje shumëta, sidomos në periudhën nënore dhe mars. Na kena menduar me bë një sistem që funksionon me sonda që janë mbrenda në poseta dhe me rele që janë të lidhura me sondat. Rele nëzin dritat sipas niveleve, pra kur uji është minimal siç e shohim këtë moment 20 drita parë, kur uji rritet dhe takon sondën e dytë, 20 drita e dytë. Po ashtu edhe kur takon sondën e tretë, 20 drita e tretë, shoqënuar me një sistem alarmit, po ashtu edhe me të dërgoni telefonat të qendra përkatëse dhe për me gjetë lokacionin eksakt të cila poseta është, një dërgon një mesazh të numri i pajisjes edhe të dërgon një link që të drejton direkt te poseta përkatëse që po krijon përmbytje. Të tjerë kanë prekur fushën e mjekësisë, ndikimin teknologjik dhe ndihmën që mund të vijë prej saj me metodën e re të mësimdhënies, siç është rasti i 2 shkollave, At Pjetër Moshkalla dhe Peter Maringer. Ky është demonstrimi i projektit ton Neurolight në shkollën austriake. Mënyra se si funksionon projekti jonë është përmes një sistemi elektronik. Pajisja që unë tani mbaj në kokë merr sinjalet elektrike nga truri, të cilat shfaqen si valë cerebrale. Ky është inputi i cili kalon në mikrokontrolluesin, sistemin ton, i cili bën procesimin e të dhënave dhe në fund pjesa më e bukur. Ne mund të shikojmë në breadboard rezultatin e këtij projekti. Sa më përqendruar që të jem unë në momentin që po mbaj këtë pajisje, aq më shumë drita le do ndisen. Teacher Tools është një platformë dizajnuar për ndihmën e mësuesve në përdorimin sa më të thjeshtë dhe praktik të teknologjisë. Kjo platformë shërben si një koleksion linqesh, lojrash dhe mjetesh pedagogjike, të cilat ndihmojnë mësuesët në krijimin e materialeve sa më interaktive dhe për një kohë të shkurtër kohë. Pra. Qëllimi i kësaj platforme është që të mos e zëvendësoj, pra teknologjia të mos e zëvendësoj mësuesin në profesionin e tij, por të kthehet në një mjet që do ta ndihmojë ata. Duke pa vështirësi që shumë mësues kanë, pra që nuk dinë me përdor shumë me integru teknologjinë në orën mësimore dhe duke qenë se kanë një kohë të kufizuar në përgatitjen e këtyre materialeve, ne vendosme që me ofru një platformë që i përmbledh të gjitha. Për zyrën vendore të arsimit, ky prezantim është dëshmi e arritjeve që ka Shkodra në arsimin shqiptar. Nuk është panajeri i parë që organizohet edhe konkurrimi i parë që organizohet i këtij formati, por rëndësia është që tashmë do kalojë në përfaqësim në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar. Pritshmëritë për hir të vërtetës i kemi të mëdha, duke qenë se edhe ju veti pat projektet me të cilat shkollat përfaqësohen. 3 projektet fituese do të prezantojnë Shkodrën në Festivalin Kombëtar të Shkollave të Shqipërisë.